Në fillim të aksit Shkodër-Velipoj, segmenti prej 5 kilometrash në Bërdic vazhdon të jetë i rrezikshëm për shkak se në të dy anët e tij ndodhen mbi 30 pika të hapura ku janë ndërprer barrierat metalike për të lëvizur nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Janë kryesisht fermerët e Bërdicës me mjetet bujqësore që shfrytëzojnë këto kalime për të punuar tokat e tyre, siç është theksuar edhe herat e tjera në media. Kjo situatë vazhdon prej 8 vitesh. Para se të zbatohej projekti për ndërtimin e këtij segmenti, banorët kërkuan rrugë alternative për të shkuar në tokat që u ndahen nga rruga, por kjo kërkesë mbeti pa zgjidhje. Rreziku i aksidenteve në këtë segment ka qenë dhe mbetet prezent 24 orë në ditë, pasi është ndër akset kryesore më të qarkulluara në qarkun e Shkodrës për shkak të zonës turistike të Velipojës. Në shumë pika ndërprerjet e barrierave metalike përballen me njëra tjetrën nga të dy anët e rrugës. Në këto hapësira qarkullojnë automjete këmbësor, mjete bujqësore, madje edhe mjete me kafsh, duke bërë lëvizjen teje të pasigurt. Edhe pse janë vendosur disa tabela orientuese, shpesh ato nuk respektohen nga drejtuesit e mjeteve. Rruga Shkodër-Velipoj, një nga më të rëndësishmet për qarkullimin në rajonin verior të vendit, kalon përmes disa fshatrave të banuar, ndaj rritja e sigurisë në këtë aks është mjaft e rëndësishme. Në këto kushte, autoriteti rrugor i Veriut me qendër në Shkodër ka përgjegjësinë të gjejë një rrugëzgjidhje sa më parë për garantimin e sigurisë në këtë segment, pasi numri i mjeteve në qarkullim është në rritje të vazhdueshme. Gjastinës së verës për shkak të sezonit turistik, ky është ndër akset më të frekuentuara në vend.